Të dielën me 12 tetor do të zhvillohen zgjedhjet lokale në gjithë Republikën e Kosovës. Për të siguruar zhvillimin e qetë dhe pa probleme të këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në fazën e fundit të përgatitjeve në bashkëpunim me drejtoritë rajonale të policisë në komunat përkatëse. Major Milazim Lumi, komandanti i stacionit policor në Gjakov, ka njoftuar se stacioni i Gjakovës ka kapacitete të mjaftueshme për të garantuar një monitorim të plotë dhe të sigurt gjatë ditës së zgjedhjeve. Policia e Kosovës do të ka bërë përgatitjet në planin operativ në përgjithësi. Ne si stacion policor i Gjakovës gjithashtu kemi bërë përgatitjet dhe domosdoshmë sot pothuajse i kemi përfunduar të gjitha detalet lidhur me planin për zgjedhjet lokale të vitit 2025. Dhe ne do të jemi të përgatitur dhe kemi kapacitetet mjaftueshme për të mbuluar dhe përcjell dhe monitoruar zgjedhjet lokale. Duke theksuar rëndësinë e ditës së zgjedhjeve, Major Lumi njoftoi gjithashtu se të gjithë efektivet e policisë do të punojnë me orare të zgjatura për të siguruar një mjedis të sigurt për qytetarët dhe për të monitoruar çdo aktivitet zgjedhor. Policia do stacioni policor këtu në Gjakov do të mbulon të gjitha qendrat e vendvotimit në komunën e Gjakovës me zyrtar policor të cilët do të përkujdesen për sigurinë dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Procesi zgjedhor kuptohet që është procesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Policia ndihmon në sigurinë dhe monitorimin e zgjedhjeve dhe ne kapacitetet tona do të policisë në ditën e zgjedhjeve ne do të punojmë me orar të zgjatur, 12 orë në 2 ndrime dhe po ashtu do të apeloj të qytetarët që vërtet të jetë një proces i qetë, një proces demokratik, në mënyrë që ne të mos e kemi asnjë incident gjatë këtyre proceseve siç normalisht në qytetin e Gjakovës ndodh. Ndërsa përveç policisë nga zyra për komunikim me publikun në prokurorinë themelore në Gjakov, kanë bërë të ditur se sa i përket prokurorëve kujdestar në ditën e zgjedhjeve, këto informata do të përcillen me kohë nga zyra e kryeprokurorit të shtetit.